Përshëndetje shikues të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë me emisionin Erdi Antigona. Siç po vrehet sot jemi në Sheshmë, saktësisht në Verën Dimër. Do mundohemi për juve t'i pyesim qytetarët, besa t'i pyesim edhe pronarët të shtëpizave sa apo kanë ndonjë dallim nga viti i kaluar, edhe pse dallimi po vrehet dukshëm se Prishtina është enda pa dekorime, një gjë që po i mungon me përmbush atmosferën festive. Për ndryshe, dim se këtu në Shesh është kriju edhe patinazhi, do të shkojmë pak edhe të provojmë ndoshta edhe patinazh, po ndoshta të provojmë të marrojmë së bashku edhe ndonjë çokoladë nxehtë, të kërkojmë ndonjë verë kështu me radhë, e krejt këto në emisionin Erdi Antigona. Na ndeqni deri në fund. Shikues të dashur, si që thash edhe më herët, që po mungon atmosfera festive, mundeni me po edhe ju vetë, se në sheshin e Prishtinës mundet me ta marrë mendja që jemi diku ka mesi janarit, e jo ka mesi dhjetorit. Antigona sot ka ardhur tek kjo shtëpisë e ngrohtë, e cila gjendet në mesin e Prishtinës. Për ma tepër, po ja fjallën nderumit këto, që më na u prezentu fillimisht, para menoj ku mi shtëpisë edhe emrin s'po ja di. Bravo, përshëndetje, unë jam Valmer Brajshori, jam përfaqësuesi Pizza Krostit, mirë se erdhe Marigona. Antigona. Antigona, Marigona. Antigona, s'ka lidhje. Ndoshë Marigon, ndoshë Antigon, shqip prapë t'i nglon. Du me të pyet qysh po doket atmosfera si vjet këto, keni qenë edhe vitin e kaluar me shtëpisë në sheshin e Prishtinës? Po, vitin e kaluar kena qenë te sheshi Gjergj Bush, te pjesa e food court-it, ku ka qenë, me Pizza Kras kena qenë. Po, si vjet veç mangësia e këtij vitit është që hala nuk u dekoru sheshi, edhe nuk e ka atë parfrymen e festave të fundvitit. E vërtet. Për ndryshe, njerëzit janë të dalë kogja shumë, interesim biblerje se në ka, kështu që mirë është. Po, sa ke mujt me pas kontakt me njerëz, apo kanë atë energjinë e festave ma shumë prej vitit kaluar, apo ka të dallim energjia e njerëzve kur po vinë me porosit? Problemi prapë tam është te pjesa e dekorimeve, çdinës se ato e bojnë një festë fundvitit, apo kupton drita, bredhja e kjo, kështu që ato po mungojnë. Për ndryshe, na si Verën Dimër, si shtëpiza, na jena të jep maksimumin në këtë drejtim, edhe shiqare po reflektojmë edhe te klientat që ja japim një ngrohtësi si me produkte, si me gjitha gjëra. Po, çysh është dita prej mëngjesit deri në mbrëmje për juve me punu këtu? është shumë mirë se kënaqemi me njerëz të komunikuar sene, mirë po mirë është një e kalojnë atë për mirë. Po. Për ndryshe, çka ofroni prej kësaj shtëpise këto, përveç pica? Bravo, s'është problem të kam pica. Pica patjetër mirë, po kena edhe çokoladë nxehtë, verë nxehtë. Po interesimi më shumë i klientave për këto është për pica? Për të kjo shtëpisë është te pica, se na njihemi si Pizza Kras. Mirë, po normal, edhe çokolada nxehta, verë nxehtë, si janë produkte që i vojna shumë të shishme dhe shumë të mira, kështu që kujdesemi non-stop për klientin. Qysh po ta mërmenja për si vjet, a kime mujt me imbolu investimet e kësaj shtëpise? Me imbolu s'ka shumë ase, po. Me imbolu minus po. Minus, gjithësysh. Jo, me imbolu po, mirë po, normal, ka njerë nuk është çështja veç te fitimet, se na si njerëz shumica e këshyrin veç ato, mirë po nuk është çështja veç ato. Çështja është ka njerë edhe mi kënaq njerëzit, edhe mu kënaqi vetë të punu këto, me ndjekit farë pune. Kështu që për fitime flasëm mas kamera. Okej, unë mos i veç hina këto, kisha dosh me marru një çokoladë nxehtë. Patjetër. A mo e kisha marru vetë? Dilçini nej. Qa nej? Qa është? Këtej, qëta? A me? Na i skandal muj me ta bosu në njifna për skandale. Kënena e ngrehe, qa është? No, qa aty. Bravo, qa.
E mirë po doket çokolada. E trash. Mirë, e trash është. Okej. A punoni veç vetë, a me familje, qysh? Jo, kryesisht punojna me punëtor, mirë po edhe jena edhe familjarë që punojna. Para dite kryesisht e mojmë vetë, mas dite e mojmë me një punëtor, po mirë. Okej. E pastaj kur të përfundon sezona e dimrit, nështë ta bollë që. Mirë është. Bravo. E kur përfundon sezona e dimrit kështu, a ju mungojnë këto? Dhe mi qita. Po do me dekoro në mënyrën më të mirë të mundshme. Kosha në mungojnë të? A ju mungojnë pastaj se që Po jo këto e morëm në shpena, e mojna, po. Qash në mungon? A ma folë mungë sa herë. E kisha morë. Jo, qëre, është ndjesi e mirë, po këto e kemi edhe verës, Po. Cila është dimën verë, po. Kështu që edhe verës, po. Prishtina festive, s'nale. Edhe pa drita. E na si dy qytetarë të thjesht, one edhe kolegu im, po i bojmë ftesë përparimet aman për mos e lëshishin masdore. Aman se kena nevoj për dekorim. Mirë, se dhe me bo përshesh se i ke qitë këgja shumë shumë, po, qashtë. Që, merë është, ja. Tjetër sana si qata? Dhe cikë gulloshit. Edhe do të cikë gulloshi? Bravo. Ops. Është gati për klientës. A përsha, edhe gazetare, edhe ju nimoj njerëzve shumë. Po ti a ki ndaj profesion dytë? Une? Po, përveç gastronomisë? Jo, une mirë me gastronomi që 15 vite. Apo? Kështu që s'kom tentu kur gjë tjetër për pos gastronomisë. As nuk e provu diçka tjetër? Hiq. Pa ke po asandër me provu diçka tjetër? Me lu kantere, e kom po asandër, po Okej, si ke gjemë. Të kompitere, kështu që... Kem hek shumë, unë e mojmë në atë pjesën kur jem shty me motra gjysore të kompjuterin gjysore, one. Unë e kom pas një motër të madhe, mjera e qatë ku ka leke me dikon, kështu që s'kesh kush që po tani që e fosë kanë halo ma erona. A den kur ja që qato bezdi jem të onë, po ka qato t'i qa. E vërtet. Po nejse pas më djetë gastronomi. Edhe pra po e ki motivin me vazhdu halo me gastronomi. Qa kishe thonë që ka të veçantë gastronomia që nuk i ka në profesionet tjera? Se di, qërë, më bërë për karakterit njerëzve, për shumë për karakterin tem, është të përstaq me shkoku që ki komunikim me njerëzve. Edhe afërsia me njerëz, më ndej që kjo është shtyn që ty me nejt në këtë drejtë. Mirë po edhe produktin kur të jepsh, kur të jepsh një produkt cilësor, apo kupton edhe njerëzit ta lavdojnë që atë produkt, ty të shtyn halo ma shumë për me vazhdu që kjo është njona prej arsyeve që unë menej që edhe jam në gastronomi. Okej, super. Po një këshill që ja kështë dhënë njerëzve që dojnë më marrë me gastronomi, si la kështë me qenë? Këshilla vetme është që punoni paqt edhe punoni me zemër. Dhe mos e bëni punën veç hajt do na mi shërby dikojna. Unë mendoj që gastronomia është në shtëpi ku njerëzit vinë mysafirët e ty. Apo kështu që në shtëpi dush me respektu secilin edhe dush me aqit ushqimin më atë mirë të mundshëm. Ç'kjo është? Rregull. Atëherë në falenderoj shumë që u bëne pjesë e emisionit për sot. Edhe paq suksese gjithmonë. E mos u ndalshin për. Shumë faleminderit. Nga e shtëpisë e vogël për e ngrohtë, po kalojmë tek një shtëpisë tjetër, e po shikojmë këtu me radhë, se cila po shkojnë atë që kjo panda. Po shkojmë te panda dhe panda për ndryshe, këtu po shënon salep, që kushton 2,5 €, e nuk e di çka është salepi. A din ti çka është salepi? As dinin s'pëtin çka është salepi, kështu që më mirë është me pyet vetë pronarin edhe me na tregu pak a shumë se çysh pi shkon puna këtu në shtëpisë.
Se me shqiptar pak me punu nuk është edhe shumë lehtë, po mirën vesh, të mirë jemi. Përshëndetja, je lodhë? Qysh ke kalu? Pak se pas ka punë. Jam Antigona, edhe do është me të pytë çka është Salepi, po nëse kisha pas mundësi me ta vendosë që do që atje. Ose a vendos vetë? Qysh të popën? Çka është Salepi? Salepi është... s'ka si çokoladë, po... A po ma ofër me moj? Salepi e pi për para. Nuk kanë gjysha tonë, e kanë përdorë Salepi. Apo? Salepi është bimë, shëruse. Dhe ta shka fillu edhe rimia është këtë A kështë mujtë me ma bo mundi Salep? A priton? Jo, s'pritemi. A vazhdon? A të me prit pak? Po se pak herët kemi orë s'ki faj? Jo me prit, po me nëjtë deri sa të bëhet, edhe procedurë. Okej, po e përgatisëm bashk edhe bojmë laf. A muj me hy? Shmere moj. Ata ndrejtë që to? Që do? E them a herët që gjyshët tona kanë përgatit Salep shumë? Gjysha tonë e kanë pi. E kanë pi? Po, kanë qitë për para, qitë si gure e kanë mojt, edhe e kanë pi Salep. Ka benefite diçka të shëndetshme? Po, është bimë Salep, bimë atë, quhet Salep. E për çka është e shëndetshme? Po, ajo bimë nuk e di për çka është, po për para e kanë pi, tash për nuk me tregu drejt si jam interesu, po e di që është një lloj bimës. Po, falë. Po merren si ka benefitet shëndetshme kjo pija, dhe për ndryshe vetëm këto mundeni me gjetë, se une qarkullova pak në përshash dhe ma tërheki synin kjo Salepi edhe panda. Edhe panda. E kujtu ka një idea me vendosë pandën për mi shtëpisë? Pandën, vjetë e kom vendosën, tash mështerit e vjeqit e parvjeqit e din që këtë panda Salepi edhe vena ma e mirë, edhe çokolada ma e mirë. Vena ma e mirë, e qëfar vena ki? Jo që po du me bo reklam, po e din mështerit. Vena është Vranac. Okej. E plantajë, malit zi. Okej. Kush do me pi Salep, vjen të panda. Salep të mirë. Po, Salep të mirë. Unë për vetis pas nga provu kur Salep. Edhe... qëto gjanë jetë e ka irën e parë, qëto që... Sa e qitët kanelë. Apo? Faleminderit shumë. Edhe trega është e mira. Qëto është Salepi, pak emrin qesharak. Ira kanel i kënaqka, për provoj nështë aso shumë e nxehtë. Do t'zije, pak. Okej. O, qëfar ere është të jarë. Po, votën. Po, e shkatrova. Për ndryshe e mushi erë krejt shtëpizën. Shumë era mirë. Ka e të rosh? Po, këta mosha ma e vjetër kanë qef ma të hullë, ma të rritë kanë qef ma të roshë, si po dekë me vosë qëkolat. Okej. Në tonë, i pysim qëfare, si cilën bazë dëshires. I lukë dhe me? Shumë e mirë po ka. Shumë e mirë. Gjithë pas në më kërstale. Shumë është mirë. Mu ka po pak bajat çokolada e nxehtë, kështu që po menoj që kish me qenë zavendësimi çokoladës nxehtë, edhe tu e marr parasysh sigurt nuk trosh shumë si çokolada e nxehtë. Jo, se kjo nuk ka sheqer. Po, s'ka sheqer heq. Po, është bimë, nuk besoj që ka sheqer. Po, përderisa është bimë, po. E që sa vite mirreni me gastronomi? Që 6 vite. Që 6 vite.
Keni ndaj profesion tjetër? Po, punoj në aeroport. Apo? Një dallim mes aeroportit, punës që bën aeroportet dhe në gastronomi? Gastronomia është punë shumë e lodhshme. Apo? Është e lodhshme edhe psikisht edhe fizikisht. Amon e menoj që shkon ma shpejt koha në gastronomi, sa du që është shumë e lodhshme. Ma shpejt po është ma e lodhshme, se të edhe psikisht, se gjithë do është me ka një gatshëm. Po. Prej që e hap deri të mbyll, do është non-stop, me qeni gatshëm, me pas tërtime. Do t'mi pas nervat, okej. Ta shkote fundit problem edhe me punëtor, se që shqipët, veç vitin e si vjetë me ndalë 150.000 vetë. Edhe po vretet në gastronomi mungesa punëtorëve. Gastronomi ma s'pari vretë, mungesa. Në biznesin e juve sa persona tojna që kanë uftu jashtë shtetit për me shku me punu dikon ma mirë? Me uftu jashtë shtetit, 2 nuk shkojnë, dhe më thonë, shkojnë 3 muaj atje, vinë këto, dhe më thonë se cilë është. Që shpo ta Mërmanja, a shumë keq kjo për vendin tonë, për juve si ma i rritun? Populli për vetë, populli për rinin tonë, është gjëna me shkurimia jashtë. Po a ka hapësirë si pas juve këtu në Kosovë për me gjithë vende, vetën në rinja? Deri sa politika nuk mirët me ekonomi, mirët me ura, rinja shkaj. Nëse bojna lajmë 6 mujor një urë mu ndërtu, kina për 10 ditë marra një urë 200 km. Në një urë 5 metra bëhet lajmë 6 mujor, nuk bëhet lajmë ekonomia, do me thonë është problem, do të nësu shtetë. Jo me bo politika ditore, po politika afatgjate. Se mas ne ka me qenë bo. Në ka ma shumë, jënë të dalë jashtë që tash, se në kohën e okupimit. Ma shumë tash, edhe këto po e thot një person që sigur të ka kalu edhe pjesën e luftës në Kosovë, që... Pjesën e të shdalimi, pjesën e luftës këna pas vullnet. Dhe më thonë, në kom qenë i ri, po me gjithë okupimin, në kom pas vullnet me qëndru këtë. Rinja që dalin sot, nuk dalin me menimin më këti. Po, e vërtet. Apo këpëtën se në kohën kur temë kanë dalë me menimin më këti. Për ndryshe dhe kemë rinin ma të mirë në vend, besa jemi punëtor. E dojmë punën. Politika është të vinë të na me popull. Populli është të na i verber. Populli nuk jam bëtus, po jam bët i fës. Nuk bët i fës. Për ndryshe mos ta prishmi këtë atmosferë festive, që shpo të shkon dita këtu në shesh, tu më mos e marrë parasysh lodhjen, se kemi një shtëri të rastit. Pesa. Falënderit. Kalofshi mirë? Falënderit. Tu mos e marrë parasysh shumë ngarkesën, lodhjen, që shpo të shkon dita? Ne, jo me dhe në aeroport, 24 orë, më bjerë me punu, 3 muaj të më ditë, po më punaj që do me thonë, nërë 15 orë në ditë, se mojnë me më ditën më punu. 15 orë në ditë punën? Që një 23 vjetë, 15 orë në ditë. E na po ankomi, që po punojmë 4 orë. A ke provu ka najherë me pushu, mos me thonë se s'po shkojmë punë, me bo off? Ja, kërë kam pushem në kopë depresion. Për një me? Del hec, kër e ki pushem sigur. Jo, me hec se. Hec nuk hec, a? Ti veç punën për da ishe, vla. Me hec, konce. Okej, një mesazh shumë i mirë, se për ndryshe emisioni jam e ka dhe për qëllim me nxirr shumë mesazhe. Ju bëj thirrje gjithë prindve, le të investojnë në shkollim të fëmijëve të tyre. Më thonë veç shkollim. Edhe shtetit, më thonë, jo shteti më jep 30 milion studenta, do më jau bë kushtet. Po. Jo më jep 100 euro, se nuk i vinë aty 100 euro, aty vinë dhja. E vërtet. Një mesazh shumë i mirë dhe një apel shumë i mirë. E unë falenderoj shumë edhe për Salepin, edhe për bisedën që e vëm bashkë. Shumë falenderoj për juve. Vazhdojmë me ndonjë shtëpis tjetër.
vazhdoj me këshyr edhe të kjo pjesa tjetër e sheshit, me i shiku edhe këto shtëpiza tjera. Për ndryshe, vitin e kalum jemi konë të studio 1806, edhe që akum pas ngatru emrin, tash nuk janë ngatrova, e po e shumë a janë të gatshëm me bashkëbisedu edhe këtë vit me neve. Përshëndetja e lot, apo mon men? Okej, une ndëgjoj, po nuk dëgjojnë shikuesit, kështu që a kështë mujt me vendosë që do afer jaknës. Qashto. Faleminderit shumë. Mirë? Apo m'jem? Po. Okej, edhe në pjënjë juve, edhe për që ata erdha këso ju përshëndet, edhe me këshur që kemi risi na i sanë prej vitit kalum. Kemi çokoladën e nxehtë që është shumë e mirë. Okej, Kena venën e nxehtë është kremat mira. Vera nxehtë është kremat mira. Resete juve? Resete jona është. Okej. Që e bojna vetë. Okej. Dhe kena pije kështu miksa dhe lëngje. Po. Po qa ka na i sanë të rese që një vjesim po? Kur gjë, me të njëjtat. Atmosfera është njëjtë si e vitit e të kalum kësu? Po, njëjtë është. Po alo njerë njerëzit deri të morrin vesh. Po. Se mirë është kështu super. Për ndryshe kjo pjesa kënej, po do këtë pak ma shumë atmosferë dhe energji se të pjesa në fillim. Po. Gjatë që bon me pak ndryshim për vitit kalum, se vitin e kalum ka qenë e kondër të shëdione. Jo, vitin e kalum ka qenë Skënderbeu ka qenë me muzikë elektro më shumë. Kurse Sheshi Gjergj Bush ka qenë me muzikë ndryshme. Për që ato ma shumë qytetarë besoj që preferojnë muzikën ma shumë ndryshme, është një pjesë e vogël ma shumë që e dojnë elektron. Për ndryshe, apo ma bën çokoladën se këto e kam shumë qef, edhe po bisedojnë. Apo vret së atmosfera se Prishtina kish mbet pa dekor të festave, apo qytetarët apo kanë ndajnë dallim për vitit kalum, tu e marrë parasysh që vitin e kalum u kanë shumë e dekoru me Prishtina. Jo, këtë vit është mirë. Po. Nuk po kone vardallimi kështu na i sen, po mirë është, së keq. Si pas juve ma mirë, kishme që nashta ish pa dekora, me dekor. Qysh dhe që është mirë. Mirë është, mirë po e. Okej, kësaj here po më shërbejnë, se herën e kalume... Je shërbyve? Jam shërbyve. Okej, unë e des për që çokoladë. Kuponi? Edhe të rregullt me kupon fiskal. Do me provu edhe verën e nxehtë. Po pse mu ke tek për qatë verë nxehtë? Se është shumë e mirë, është receta ju, no? Që e bona vetë. Receta juve, ja. Okej. Okej, njëherë për provoj verën, po sigur të shumë e nxehtë. E nxehtë njëherë. E qysh është me punu në verë ndimër për juve? Është shumë mirë. Kështu për këndrazit që është shumë ftoftë, për neve është shumë mirë, nuk kemi ndaj problem. Punoni edhe ndaj pun tjetër përveç kësaj, ose jeni të angazhum të nditën këtë shtëpis? Jo, të nditën jam këtë shtëpis. Kur të kalon sezona e dimrit, a ju mungojnë këto momente festive? Mungojnë pak, po edhe verës tana janë momente tjera. Edhe verës, a jeni me shtëpis këto? Po, besoj që po. Edhe verës. Po dallimi mes verës edhe dimrit, për ka atmosfera, cila pjesë më e mirë? Dimri është pak më mirë, shkollë që është ambienti i ftoftë, por njerëzit dalin pak më shumë se verës. Dalin më shumë, po. Dhe është ma mirë pak dimrit. Ma mirë është dimrit, okej. E qësa vite po mirësh me gastronomi? Që 2 vjetë jena kështu. Që 2 vjetë? Po. Personalisht që 2 vjetë po? Personalisht në që 2 vjetë. Qa i kështë ato një triot që nashta dënë me fillu me punu me gastronomi? Cili kështë me qenë mesazhet? Një punë shumë e mirë, nuk është shumë e lëllshme. Ta shumë varet prej vetë vetës që që e bën punën. Juve si persona, ju ka ndryshu diçka gastronomia? Ata ka prish pak rutinën? Jo, normal është. Është normal? Okej. Po vazhdojnë me provu që të verë, se besoj në është oftof. Inshallah s'djegë. Qka i keni qitë? Kena recetën sekrete. Për një me ko ka ndryshe.
Se vera nxehtë fort s'është që më pëlqen, po. Ka e sheshme. Faleminderit. Verë me recetë sekrete. Shumë e mirë, edhe shumë e lehtë ka më pi. Po, mirë. Nuk po të vika me vjell. Se mu zakonisht unë vija me vjell për e vera, po kjo ka e lehtë. Pas kësaj vera dhe çokoladët mrekullueshme që kësaj here nuk e shërbeva vetëm, po më shërbyen të tjerët, une po ju përshëndes dhe po ju la me pamje të sheshit. Si që thash edhe në fillim, që kemi me provu me bo pak patinazh, kështu që po vazhdojmë edhe t'ju tregoj që kur më parë nuk kom bo patinazh, është hera jeme parë, edhe pelu zotin me mrujt, se pak po tutna po ka me provu. U dash me marrë për forcimet paktën me shiju pak a shumë patinazhin, kështu që peshjojnë në mënyrën time. Vazhdojna! Apo duk në asim mbretëreshë të borës? Provuam, dështuam, pak mësuam. Eksperiencë e mirë patinazhi për ata që din me bo patinazh, një pjesë shumë e mirë edhe një mundësi shumë e mirë këto në Prishtinë. Edhe pse une nuk dita me bo patinazh, pak të në shijova patinazhin pak me këtë sajnë këto, me këtë lepurin. Edhe nëse doni me bo patinazh, në kejmin këto në Prishtinë është hapësira pak për patinazh, por me këtë qardhje po t'ju them se unë jam pak frikacake, po për ndryshe kalum kohë të mirë këto në patinazh. Unë po du me përmbyll këto emisionin, edhe m'ju thonë që mos të bë mision, po prova nëse edhe nëse rëzosh, qosh, prap, kështu e ka jeta, si patinazh. Për ndryshe mos harroni me ndjek emisionin Erdhja Antigona, ku në të cilin emision po përcillen shumë mesazhe të mira. Ju përshëndes nga zemra dhe ju dua shumë.